Liçeni i Shkodrës pritet i bashkohet së shpejti i listës së zonave të biosferës së mbrojtur nga UNESCO, një proces që vlerësohet i rëndësishëm në mbrojtjen e biodiversitetit dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm. Kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale ka vënë në fokus shpendin simbol të kësaj zone, pelikanin dalmat. Liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për nga sipërfaqja ndodhet në kufirin ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi. Sipërfaqja e tij ndryshon sipas stineve, duke arritur deri në 530 km2 gjatë periudhave me rreshje të larta. Liçeni ushqehet nga disa burime me lumenj, ndërsa derdhet nëpërmjet lumit Buna në detin Adriatik. Liçeni njihet nga biodiversitet të lartë dhe është një nga habitatet më të rëndësishme ujore në Europë. Strehohen mbi 280 lloje shpendësh, përfshirë shpend të rrallë dhe të mbrojtur. Shpendi simbol i liçenit është pelikani dalmat, një nga llojet e klasifikuara si të rrezikuar në nivelin global. Zona përreth liçenit përfshin ekosisteme të pasura me bimësi dhe ujëra të ëmbla, ligatina dhe habitat të pishëm për shumë specie migruese. Në Shqipëri, pjesa e liçenit dhe zonat përreth janë shpallur park kombëtar. Të dy vendet, Shqipëria dhe Mali i Zi, po punojnë për drejtimin e forcimit të mbrojtjes ndërkufitare. Aktualisht, zona është në procedura që synojnë përfshirje në rrjetin e zonës së biosferës të UNESCO-s. Liçeni është burim i rëndësishëm për peshkim tradicional, turizëm të qëndrueshëm dhe rekreacion. Zona përreth përfshin vendbanime me rëndësi historike, tradita të hershme dhe trashëgimi kulturore të pasur.